Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi tek Rusia dhe Ukraina, ndjekim insertin dhe rikthehemi. Kryeministri britanik Keir Starmer paralajmëroi se rruga drejt paqes në Ukrainë nuk është një vijë plotësisht e drejtë dhe pse bisedimet e zhvilluara në Berlin i cilësoi si produktive. Deklarata vjen pas takimit të dieshëm në kryeqytetin gjerman, ku liderë evropian përcaktuan kushtet për një marrëveshje të mundshme paqeje me Rusinë, të mbështetura nga garanci sigurie me përkrajen amerikane. Qeveria britanike bëri të ditur se përcaktimi i kontributit të Britanisë së Madhe në një forcë shumëkombëshe evropiane në Ukrainë, pjesë e paketës së re të garancive të sigurisë, është ende disa hapa larg, duke informuar sot kabinetin për diskutimet në Berlin. Starmer tha se ishte bërë përparim veçanërisht në çështjen e garancive të sigurisë. Sipas një njoftimi nga zyra e tij, kryeministri theksoi se ishte e qartë që rruga drejt paqes nuk është plotësisht e drejtë, por se takimi në Berlin kishte qenë konstruktiv, ndërkohë sekretari britanik i mbrojtjes e përshkroi luftën në Ukrainë si një moment vendimtar, duke thënë se nisma amerikane për paqe ishte më avancuara se kurrë gjatë konfliktit. Megjithatë, ai shtoi se Rusia vazhdon sulmet me dronë dhe raketa ndaj Ukrainës, duke nënvizuar nevojën për rritje të mbështetjes, veçanërisht gjatë muajve të dimrit. Në deklaratën e përbashkët të liderëve evropian, u theksua sot se BE-ja dhe SBA-ja do të bashkëpunojnë për garanci të forta sigurie dhe për rikëmbjen ekonomike të Ukrainës. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime të tjera kam tuar analistin Bler Vaka. Bler, përshëndes. Përshëndetje, Grisela. Kënaqësi të jesh me mua sot. Bler, e nisim me insertin që dëgjuam. Së bashku, Bler, ku do të flasim për Rusinë dhe Ukrainën dhe mbi zhvillimet aktuale që tashmë po ndodhin. A mund të themi se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian po marrin vërtet rolin vendimtar për paqen në Ukrainë, por duke lënë këtu vendet e tjera në një pozicion më pasiv se i përket kësaj çështje? I takon faktikisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Europës që ta marrë këtë rol, edhe për shkak të fuqisë tyre euroatlantike, qoftë ushtarake, qoftë ekonomike, por pavarësisht përpjekjeve të Bashkimit Evropian, diplomacia europiane është pak më avazht se sa ajo amerikane. Por siç duket edhe distanca dhe interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që normalisht nuk janë gjithmonë 100% njëjta me interesat e Bashkimit Evropian, e ka mbajtur situatën e Ukrainës pak në ngërç. Të gjithë në këtë luftë duan të fitojnë, qoftë europianët, qoftë amerikanët, aq më tepër rusët, e mbi rusët pastaj ukrainasit, të cilët duan të kthejnë gjithçka çfarë kanë humbur. Megjithatë, unë nuk besoj që do ketë një marrëveshje ose një akt ku do të bien dakord Ukraina me Rusinë përfundimisht për të kthyer në gjithçka, të paktën Krimeja dhe korridori që ndihmon Rusinë të kalojë deri në Krime, është e qartë që do jetë pjesë në ndikimin rus. Ndoshta një qeveri autonome nga Ukraina, por Rusia e ka bërë qartë që nuk heq dorë. Qartë. Bler, nga ana tjetër, a mund të jetë kjo vërtet një strategji për të kontrolluar të gjithë procesin e paqes, por kjo në favor të interesave perëndimore, apo mund të jetë nga ana tjetër edhe një përpjekje e sinqertë për të vendosur stabilitetin mbi të gjithë agresionin që po ndodh nga ana e Rusisë? Një luftë e gjatë nuk intereson absolutisht askujt nga këto shtete. Edhe në qoftë se Amerika në këtë situatë krize dhe lufte ka pasur përfitimet e veta ekonomike, duke sjellur furnizime me gaz në Europë, prap nuk intereson një konflikt i zgjatur, sepse bëhet precedent për konflikte dhe për situata tjera të pakëndshme ose momente të caktuar të rrashqasin në agresione tjera, ose dikush tjetër të përfitojë nga dobësia ose impenjimi i fuqive të mëdha në të tilla luftara ose në të tilla diplomacie dhe të ketë ngjarje diku tjetër. Kështu që nuk intereson askujt që të zgjas më shumë lufta, por gjithsesi palët deri diku janë të paqarta te kufiri se ku do qëndrojnë, domethënë, qoftë kufiri territorial, qoftë kufiri diplomatik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë luajtur
një rol shumë domethënës në këtë konflikt, edhe pse interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë luftës kanë qenë që ka shitur më shumë energji në Bashkimin Evropian, por më me interese ka që t'japi fund kësaj lufte. Edhe i ka dhënë garanci Ukrainës që mund t'i japi mbrojtje sipas Nenit 5 me NATO, por që Ukraina të heqi dorë nga dëshira e saj për të qenë pjesë e NATO-s. Kjo është ajo ajka ose maja e icebergut mbi cilën po sillet kjo marrëveshje, siç ishte takimi i 2 dhjetorit ose 15 dhjetorit që u bë në Berlin, domethënë. Qartë. Vlerë, nga ana tjetër, i gjithë koordinimi i përbashkët mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si mund të ndikojnë i gjithë ky koordinim në rimbëkëmbjen ekonomike të Ukrainës, por edhe në neutralizimin e ndikimit rus? Opinioni im, ndoshta mund ta kem gabim, por unë mendoj që Ukraina, pavarësisht disa humbjeve që do ketë në zonën lindore dhe jugore të saj, mendoj që përfshirja e Bashkimit Evropian dhe Amerikës në rimbëkëmbjen e Ukrainës është një gjë shumë pozitive. Mund shkojmë deri aty të bëjmë një analogji edhe themi do jetë po aq pozitive sa që ishte pozitive mbrojtja aleate në Gjermaninë perëndimore pas luftës së dytë botërore. Kështu që avantazhet do jenë shumë dukshme. Ukraina është në një krizë të gjatë, por kriza që vërtet ka arritur aty ku edhe diplomacia nuk mund të shprehej siç donte, është që nga viti 2004 kur Rusia e mori Krimen, nga revolucionet, nga revolucioni portokalli edhe pastaj në 2014 që e mori Krimen, por revolucioni portokalli tregoi që Ukraina, pavarësisht që kishte tendencat për qenë pro-perëndimore, gjithmonë ka pasur, po themi, edhe një këmbë tek Rusia, kështu që figurat politike, njerëzit e përfshirë me biznes, oligarkët, kanë pasur gjithmonë interesa me Rusinë, kështu që gjithmonë e kanë mbajtur Ukrainën peng. Siç dihet që Ukraina, siç e parafrazojnë shumë studime, të paktën të kohëve të fundit, që Ukraina është një nga vendet që ka pasur probleme me korrupsionin më shumë nga gjitha vendet e Europës, qoftë qendrore, qoftë lindore. Kështu që përfshirja e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rimbëkëmbjen e Ukrainës do t'i jepte avantazhe në afat gjatë. Duke parë dhe sulmet e vazhdueshme blerë me drone dhe raketa, sigurisht se realizueshme është e gjithë kjo marrëveshje, paqe afat shkurtër dhe nga ana tjetër e gjithë kjo situata mund të interpretohet si një përgatitje për një ofensivë të re dimërore nga ana e Rusisë? Unë nuk besoj që do ketë një përfshirje shumë të madhe ushtarake. Mendoj që sulmet me dronë ose ndoshta edhe ndonjë sulm sporadik diku afër në ato kufit ku rusët janë të fortë sa për të bërë atë presionin përfundimtar ndaj presidentit të Ukrainës edhe Europës edhe Amerikës që të nxitojnë pak më shumë, sepse Rusisë i intereson që të marrë fund sa më shpejt kjo luftë. Por nuk i intereson që të heqi dorë nga Ukraina dhe nga disa zona të Ukrainës lindore. Krimeja nuk i intereson dhe besoj se do jetë përfundimisht pjesë në fuqinë dhe influencën ruse, ndoshta po me një qeveri të vetën, siç ka qenë, siç u bën atëherë zgjedhjet për të vendosur një qeveri vendase, por që ishte pro-ruse. Faktikisht popullsia atje është mbi 70% është që pretendohet mbas të disa studimeve që janë rus, kështu që normalisht nuk mendohet më që Krimea të jetë pjesë e Ukrainës.
Ndoshta ja kanë marrë në një moment kur ka shpallur pavarësinë Ukraina, në një moment kur ish Bashkimi Sovjetik ishte i dobët, por në këtë konfigurim që të ri që është bërë në Europë, mendoj që Rusia do jetë prezente në Ukrainë, ndoshta do kemi një ndarje territoriale, ndoshta fakti që Rusia ka hequr pak dorë edhe nga disa vende të lindjes mesme ose në disa vende tjera, do ta bëjë që të fokusohet më shumë tek Ukraina dhe ta mbajë si një pishtar të fundit, të cilin nuk duhet ta humbas. Qartë, nga ana tjetër, sa e rëndësishme është për Kievin që ndërhyrja perëndimore të jetë sigurisht të fortë dhe e koordinuar për të mbrojtur popullsinë, por nga ana tjetër për të mbrojtur edhe territoret që ti po thuaj që kërkohen nga ana e Rusisë. Për Kievin është shumë e rëndësishme, është jetike. Për Kievi, nëse nuk do ishte ndihma e Europës dhe Amerikës kryesisht, sepse shpeshherë Europa iniciativat e veta i bën gjithmonë kur ka Amerikën në krahun e vet, sepse siç thash, diplomacia europiane është shumë më e vashtë dhe ka shumë më shumë burokraci se sa Amerika. Për Kievin, jo për të mbrojtur vetëm popullsinë, po për të mbrojtur vetë integritetin kombëtar, se tani territorial, unë mendoj që në kufit më parshëm nuk do të jetë, të paktën për disa dekada jo, në vazhdim nuk i dihet. Por që intereson që të kthehet një paqe, një stabilitet. Ndoshta edhe Ukraina, pavarësisht se nuk artikulon sepse nuk do të krijojë hapësira dhe mendimin që Rusia të pretendojë diçka më shumë, por besoj se edhe vetë Ukraina është e qartë që do mbas shumë nga vetja e vet. Qartë, Bler, nga ana tjetër, kemi pasur një deklaratë nga Kremlini ku ka thënë se pjesëmarrja europiane në negociatat e vazhdueshme me planin e paqes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën nuk është një shenjë e mirë. Dhe ndërkaq të thënë si presidentit rus Dmitri Peskov shtoi se Moska nuk është informuar për rezultatet e bisedimeve të fundit në Berlin për atë që ti përmende. Pse Moska e sheh si pjesëmarrjen europiane si një shenjë të keqe dhe çfarë mesazhi dërgon kjo nga ana tjetër drejt perëndimit? E sheh si shenjë të keqe pjesëmarrjen europiane, ndoshta sepse për këtë që thash pak më parë që diplomacia europiane është shumë më burokratike, është shumë më ngathet, është deri diku edhe përçar ndërmjet shteteve të Bashkimit Evropian, sepse ke edhe shtetet të Bashkimit Evropian që kanë pasur interesat e veta me gazin rus, me qymyrin, domethënë për ta vlerësuar për shembull se sa e rëndësishme është kjo çështje, mund të themi që në Bashkimin Evropian 45% e gazit të Bashkimit Evropian merren nga Rusia para konfliktit. 25 deri në 28% e naftës Bashkimit Evropian po prap merren nga Rusia. 50% e qymyrit merrej po prap nga Rusia. Këto janë shifra shumë të mëdha edhe me influencë shumë të madhe, aq sa çojë edhe në një inflacion edhe një jo recesion, po një ulje drastike të rritjes së ekonomisë së Gjermanisë kryesisht, por edhe të Italisë. Franca, Spanja dhe disa vende tjera kanë pasur më pak ndikim, por sigurisht kjo përçarje ose fakti që në Bashkimin Evropian disa shtete kanë më shumë interes se disa të tjera e bën Rusinë të jetë pak më skeptike me Bashkimin Evropian dhe me Europën. Ndërsa me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia përveç pjesës që dëshiron ta ketë Shtetet Bashkuara të Amerikës sepse është edhe në distancë territoriale me Rusinë, edhe për shkak tjera, kërkon që ta ketë përballë Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Ndërsa Bashkimin Evropian ka skepticizëm. Sa reale është bler mundësia që Rusia të pranojë një marrëveshje paqeje që përfshin këtu forcat shumëkohshme, por edhe garancitë si ato të nenit 5 të NATO-s? Mendoj se drejt kësaj do arrihet. Administrata e Trump ka thonë jemi te 90% e zgjidhjes së problemit, edhe takimi i 2 dhjetorit e 15 dhjetorit këtu ka synuar më shumë tek sipas mbrojtjes së nenit 5 të NATO-s. Mendoj që te kjo do arrihet, por ajo çfarë nuk është e qartë akoma është pjesa në cilën hapësirë territoriale do shtrihet, sepse unë nuk mendoj që do shtrihet më në gjithë Ukrainën ky neni 5. Mbetet që të bëhet një marrëveshje për territore caktuara, për korridore caktuara, ku pastaj në fund do jenë Rusia dhe NATO do jenë shumë afër njëra tjetrës, jo më me Ukrainën si anëtare e NATO-s, por me forcat shumëkohshme. Qartë, nga ana tjetër, në rastin kur kemi një plan paqeje që ashtu si dim Moska nuk e pranon, ndërkohë që aleatët e Kievit janë të përkushtuar për të zbatuar këtë plan paqeje, a mund të themi se mund të jetë një shenjë se tashmë Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përgatiten për një konflikt më të gjatë dhe jo për një zgjidhje afat shkurtër ashtu si po diskutohet? Të them drejtën, para se Rusia ta bonte fakt pushtimin e Ukrainës, unë kam menduar që është matje forcash ose presion për të mos ushtruar më as perëndimi dhe as Ukraina tensione, presion për çështjen e Krimes edhe një korridori të vogël që kishte në ndikim Rusia. Nuk e kam menduar që Rusia do të vazhdonte një luftë, se nuk e shija fort në interesat e Rusisë. Por siç duket, Rusia i ka menduar më gjatë, edhe në afatgjatë interesat, edhe para dakord që t'i mbajë ato kosto në afat shkurtër, por mendoj që në afatgjatë nuk është se do ketë një përfitim Rusia të vazhdojë të mbajë gjithmonë në njëjtin pozicion, por nuk i dihet, gjithçka është pa parashikueshme në diplomaci, aq më tepër kur gjitha palët nuk janë qarta përfundimisht dhe nuk kanë një limit përfundimtar se ku duan të shkojnë. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e kanë planin e vet, por ky plani nuk është se i pëlqen shumë Kievit. Rusia ka planet e veta, domethënë Bashkimi Evropian ka atë ngurtësinë e vet prej natyrës diplomatike që ka, kështu që janë deri diku pak të paqarta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë edhe ndonjë interes shumë të madh që të marrin një pozicion vendimtar edhe që t'i tregojnë vijën e kuqe as Bashkimit Evropian as Rusisë, sepse nuk është se e prek drejt për drejt, e prek sigurinë botërore, por nuk e prek drejt për drejt. Shteteve të Bashkuara të Amerikës absolutisht që intereson që Bashkimi Evropian të jetë i fortë, i fuqishëm, por siç ka thonë Donald Trump në mandatin e parë, jo në këtë mandat, që Europa duhet marrë më shumë përgjegjësi. Njëjtën gjë ka kërkuar edhe në administratën e dytë, që Europa të marrë akoma më shumë përgjegjësi, biles në strategjinë e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Administrata Trump jep edhe një statistikë ku thotë në qoftë se Bashkimi Evropian ka qenë 25% e GDP-s ose prodhimit të përgjithshëm botëror, sot ka zbritur në 14%. Edhe për shkak të kësaj natyre të Europës, ai e ka parafrazuar aty me mbi titull që ta bëjmë Europën prapë të madhe. Domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan që Bashkimin Evropian në Europën ta kthejnë edhe ta bëjnë të madhe, sepse kulturalisht, historikisht janë pjesë të njëra tjetrës edhe mund të jenë garanci për sigurinë jo vetëm në kontinentin e Europës e në Atlantik, por në gjithë botë. Por
diplomacia europiane ka nevojë që të lëvizi pak më shumë dhe të jetë më e qartë. E qartë, Bler, për ta mbyllur, e gjithë kjo situata mund të interpretohet si një test i aftësisë diplomatike të Perëndimit për të imponuar ndoshta edhe një marrëveshje paqeje mbi Rusin? Absolutisht që marrëveshja që do bëhet me Ukrainën do tregojë se sa e fortë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Europës. Në qoftë se ajo marrëveshje që mund të bëhet ose edhe zgjatja e tepër të këtij konflikti nuk do t'i bëj fare mirë diplomacisë euroatlantike, në qoftë se do të zgjatet. Do jetë një përcaktues shumë i mirë i arritjeve të diplomacisë dhe të fuqisë ekonomike, politike të Europës edhe të Amerikës në momentin që do arrin të imponojnë Rusisë diçka që të paktën Rusia do e paraqesi që nuk është se e ka kënaqur fort. Por, unë mendoj që, sido që t'jetë, Rusia ka siguruar një korridor drejt Krimes, edhe nuk besoj se do të heqë dorë nga Krimeja. E qartë, mirë. Me sa duket në këtë pjesë nuk e ka prekur fort, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe as Europa nuk e kanë prekur këtë pjesë të Krimes, që tregon që kjo është vija e kuqe e Rusisë, kështu që do ta respektojnë, mbetet për diskutuar lidhe me se si do ja bëjnë me pjesën tjetër. Kështu është mendimi im, ndoshta e ardhmja do dëshmoj diçka tjetër, por besoj se do jemi në këto rezultate. E qartë, mirë, Bler, të falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndave sot me mua. Falenderoj edhe unë shumë. Falenderit shumë krejtësi. Mirë, të nderuar televizionistës, ishim me analistin Bler Vaka, ku diskutuam mbi bisedimet për paqen në Ukrainë, rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe koordinimin shumë kombësh, ku theksuam dhe sfidat e realizueshme të marrëveshjeve për paqe, veçanërisht përballë çndrimeve të ashpra që janë mbajtur nga ana e Rusisë dhe sulmeve të vazhdueshme mbi Ukrainën. Ndërkaq nga Kremlini u evidentua tensioni për pjesëmarrjen europiane në negociate dhe nga ana tjetër dhe strategjia e Rusisë për të mbajtur nën kontroll edhe procesin. U diskutua sigurisht dhe ndikimi i kësaj situate mbi sigurinë europiane dhe stabilitetin e aleancave strategjike. Ne me kaq përmbyllim ditën e sotme, bashkë jemi sërish nesër.